$7 miliard dëm e zbulohen detaje rreth operacionit Rjeti i Marimangës, operacion Ukrainas brenda Rusisë. Bëhet fjalë për një nga sulmet më të sofistikuara të luftës deri tani, ku Ukraina përdori 117 dronë për të goditur baza ajrore strategjike ruse, të shtrira mijëra kilometra larg njëra tjetrës. Si pasojë të paktën 40 aeroplan ushtarak u shkatërruan ose u dëmtuan rënd, dhe dëmi vlerësohet se shkon në rreth $7 miliard. Presidenti Volodymyr Zelensky zbuloi se operacioni u planifikua për rreth 18 muaj. Sipas raportimeve, dronet ishin fshehur në kamion të zakonshëm me kabinat që hapeshin me komandë nga distanca. Nga aty thuhet se sulmi nisi në heshtje, në precizion, në mënyrë shkatërruese, ndërsa zyra që e koordinonte këtë operacion thuhet se ishte pranë selisë së FSB-s në Rusi. Zelensky tha se operacioni i realizuar krejtësisht nga ukrainasit do të jetë në librat e historisë.